Incidenti që ndodhi me Siozit dhe Gjestit, që nga dita e shtunës e deri më tani ka pështuar rrjetin, duke marrë kritika të forta, por nga ana tjetër na duhet të themi se shumë fanca i bashkohen veprimit të Jozit. Së fundmi ai ka rikthyer sërish vëmendjen e rrjeteve sociale, dhe këtë herë me një video të re që është bërë virale brenda pak orësh. Në pamjet e shpërndara ai shihet në një ambient në Tiranë, i rrethuar nga miq, teksa përshëndet kamerën dhe ngre dorën lart në formën e një grushti. Ky veprim gjalli përsëri reagime të shumta në rrjet, me shumë ndjekës që janë të shprehur të zhgënjur nga kjo paraqitje. Komentet e fansave janë të ndara, por një pjesë e madhe e tyre nuk e kanë pritur mirë këtë gjest, duke konsideruar të pavend, veçanërisht në këtë moment kur figura e këngëtarit ndodhet në vëzhgim publik. Video e fundit vetëm sa ka shtuar zërat kritik, duke rikthyer debatet me qendrimin dhe imazhin publik të artistit. Se çfarë do të ndodhë me ta na mbetet të presim, vetëm pasi Gjestit të dalë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.